Kombëtarja shqiptare është i rikthyer përgatitjeve në fushë pas ndeshjes me Anglinë, të luajtur një natë më parë në stadiumin Wembley. Kuqezinjt kanë zhvilluar një seancë stërvitore në stadiumin The Hive të Londrës, që ka zgjatur pak më shumë se 60 minuta. Lojtarët të cilët nuk u aktivizuan dhe ata që luajtën si zëvendësues kanë zhvilluar stërvitje me ngarkesë të plotë, ndërsa titullarët kanë punuar vetëm në palestër. Departamenti i komunikimit në FSHRF bën me dije se portieri Thomas Strakosha, i cili u zëvendësua gjatë ndeshjes me Anglinë për shkak të një goditjeje që mori gjatë lojës, është duke u mbajtur nën monitorimin e vazhdueshëm nga stafi mjekësor kuqezi. Gjendja e tij paraqitet e mirë dhe mjekët janë optimistë që ai mund të rikuperohet për ndeshjen e të hënës ndaj Andorrës në arena kombëtare. Pjesa tjetër e lojtarëve nuk kanë shfaqur probleme fizike dhe janë të gjithë të gatshëm për sfidën e dytë të kualifikueseve. Pas seancës stërvitore, kombëtarja do të udhëtojë drejt Shqipërisë, ku do të mbërrijë gjatë orëve të pasdites. Ditën e diel, në orën 16:45 do të zhvillohet konferenca zyrtare e trajnerit Silvinho në stadiumin Arena Kombëtare dhe në 17:30 do të jetë stërvitja zyrtare, që do të jetë e hapur 15 minutat e para për media. Ndërsa, Andorra do të zhvillojë konferencën zyrtare në orat 18:15 po në stadiumin Arena Kombëtare dhe seancën stërvitore në ora 19:00.